ka qenë një vit me plot sfida, një vit të cilin klinika onkologjise ka përmbyll ne mendojmë me sukses, me trajtimet adekuate të pacientëve të cilët kanë pas nevojë për këto shërbime, dhe një vit kur, siç e patëm më herët, do të ne po instalojmë dhe po fusim në funksion një aparatur të tretë të re në shërbimin e radioterapisë, që në mas të madhe do të letoj punën e stafit dhe do të rrisë sigurinë në trajtimin e pacientëve me rrezatim. Edhe kjo shënon edhe një kthesë të madhe në klinikën e onkologjisë. Në njëjtën kohë, gjatë vitit 2025, nga qershori koriku, ne kemi aktivizuar kartelën elektronike për pacient, që në mas të konsiderueshme leton punën e pacientëve dhe grumullon të dhëna për pacientët të cilët trajtohen dhe marrin shërbime në klinikën tonë. Me qenë se sëmundjet malinje janë në rritje në çdo vend, Kosovën këtë vit sëmundjet malinje gjejnë me një numër të njëjtë me vitin paraprak. Pra deri në fund vitit ne do të regjistrojmë dhe do të identifikojmë ose pacientë cilët për herë të parë në klinikën tonë janë në numër gati 2100, që është numër i njëjtë me vitin 2024. Dhe kjo është një sheh e mirë, që ne të mos kemi numër më të lartë, dhe shpresojmë që vitin vazhdim ky numër të mbetet s'pako kaq ose të ulët, që ta kemi sa më lehtë këtë fluks të pacientëve të përballojmë dhe të trajtojmë në mënyrën korrekte. Dhe numri i pacientëve në rritje është fakti që është rritje jetëgjatësia e pacientëve me sëmundjet malinje, andaj kanë edhe nevojë për shërbime, më shumë trajtime, më shumë kontrolla, dhe kjo normalisht rrit edhe numrin e rasteve të cilët kërkojnë kontrolla më të shpeshta të onkologëve. Onkologjia çdo ditë trajton spaku në shërbimin ditor ose onkologjisë mjekësore 200-250 pacientë dhe rreth 120-130 pacientë në shërbimin e radioterapisë. Dhe ky është një numër goxha i lartë i rasteve të cilët lajmërohen në klinikën tonë dhe trajtohen gjatë një dite. Ose kemi javë kur për 5 ditë ne ofrojmë shërbime në më shumë se 800-900 pacientë të cilët kanë nevojë për këto shërbime. Ajo që është trend në vendet e rajonit dhe në Kosovë, sidomos në 2-3 vitet e fundit, incidenca e sëmundjeve malinje të moshat ndër 50 vjeçare ka tendencë me u rrit. Pra lajmërohen pacientë me sëmundje malinje në mosha pak më të reja ose nga mosha 30 deri në 50 vjet. Dhe kjo nga viti në vit po shtohen këto raste dhe në anën tjetër po ulën në një numër të caktuar, po të vogël, kur sëmundjet malinje lajmërohen tek moshat e mbi 60 vjeç. Meqenëse se sëmundjet malinje dihet se janë sëmundje të cilat atakojnë moshat nga 50, 60 e më lart, por tash kjo është një problematikë e veçantë dhe e cila kërkon një kujdes më të madh, një angazhim më të madh, në mënyrë që sëmundjet nëse veç lajmërohen të zbulohen sa më herët dhe të fillohet mjekimi me to sa më herët që mundet. Në klinikën onkologjisë mjekohen të rriturit ose personat nga mosha 18 vjeçare e lartë, pra deri në moshat e shtyra, pa tumorët solid, jo tumorët hematologjik, jo leukemi dhe limfomat dhe jo tumorët e fëmijëve. Edhe kjo kap një gamë të tërë të sëmundjeve malinje të secilit sistem, duke filluar nga truri, kokë, qafa, sistemi respirator, digestiv, urogenital, muskujt, lëkura, e kështu me radhë. Pra, sistemet të gjitha të trupit të njerit ose tumorët të gjitha lokalizimeve trajtohen në klinikën e onkologjisë. Dhe është i vetmi institucion publik që bën trajtimin e këtyre rasteve, meqense më shumë se 99.9% të rasteve trajtohen në klinikën onkologjisë ose në këtë institucion dhe në një institucion privat i cili bën kontrolla minore. Realisht po, deri para 2-3 viteve kur ne kemi instaluar aparaturën e parë dhe vitin e kaluar aparaturën e dytë, si vjet aparaturën e tretë, dhe kjo tregon një angazhim maksimal të institucioneve tona, sidomos drejtorisë së SHKK-s për funksionalizimin, modernizimin dhe një qasje më korrekte, më dinamike dhe më të mirë të trajtimit të sëmundjeve malinje, duke na ndalë ndihmë neve si klinik dhe duke bërë më të mirën që pacientët marrin një trajtim meritor. Duke në anën tjetër kemi parasysh faktin se sëmundjet malinje janë sëmundje shumë specifike, sëmundje të cilët kanë një prognozë jo dhe të mirë dhe ka raste kur ato dhe përfundojnë jo ashtu siç ne dëshirojmë, meqense tilla janë edhe secili vend të botës.
por me gjitha këto investime, me aparatura të reja, me infrastrukturë moderne dhe me tretmane shumë moderne të reja të cilat ne i disponim në klinikë, bën që klinika onkologjisë të jetë konkurrente në vendet e rajonit në kuptim të trajtimit të sëmundjeve maligne të qytetarëve tanë. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që të bëhen do të vizita të mjeku kur ka nevojë, jo pa nevojë, të mos kenë frikë dhe mos hezitojnë që të kenë kontrollet, mos neglizhojnë simptomat eventuale të cilat lajmërohen, por të lajmërohen te mjeku familjar në fillim dhe pastaj të vazhdojnë nëse ka nevojë të mjeku në nivel sekondar apo terciar, në mënyrë që të kemi një trajtim, diagnostikim të hershëm dhe trajtim korrekt të sëmundjeve, që është qendror dhe është thelbi i mjekimit të sofistikuar të sëmundjeve maligne.